është kreu I gruas, sikurse dhe Krishti është kreu I kishës, dhe ai vetë është shpëtimtari I trupit. Ashtu si kisha I është nënshtruar Krishtit, kështu dhe gratë duhet të nënshtrohen burrave të tyre në çdo gjë. Ju burrat I doni gratë tuaja, sikurse dhe Krishti ka dashur kishën dhe e ka dhënë veten e vet për të, që ta shenjtëroi pasi e pastroi me larin e ujit me anë të fjalës, që ta nxjerrë atë përpara vetes të lavdishme, pa njolla, rrudha, ndonjë gjë të tillë që të jetë e shenjtë dhe e paqortueshme. Kështu, burrat duhet I duan gratë e veta porsi trupat e tyre, kushdo gruan e vet do vetveten, sepse askush nuk urren mishin e vet, por e ushqen dhe kujdeset me butësi për të, sikurse dhe Zoti bën me kishën, sepse ne jemi gjymtyr të trupit të tij, të mishit të tij dhe të kocave të tij. Prandaj njeriu do ta lërë baban e vet dhe nënën e vet dhe do të bashkohet me gruan e vet, dhe të dy do bëhen një mish I vetëm. Ky mister është I madh. Tani unë e them në lidhje me Krishtin dhe me kishën, por secili nga ju kështu ta doj gruan e vet, sikurse e do veten e vet, dhe po kështu gruaja ta respektoj burrin. Fëmijë, binduni prindërve tuaj në Zotin, sepse kjo është e drejtë. Ndero baban tënd dhe nënën tënde. Ky është urdhërimi I parë me premtim, që ti t'jesh mirë dhe të jetosh gjatë mbi dhe. Dhe ju jetër mos provokoni për zëmërim fëmijët tuaj, por I edukoni me disiplinë dhe në këshillën e Zotit. Ju shërbëtor, binduni zotërinjve tuaj sipas mishit me druajtje dhe dridhje, me thjeshtësinë e zemrës tuaj, por si Krishtit, duke mos shërbyer për sy e faqe, si ata që duan të pëlqejnë njerëzve, por si shërbëtor të Krishtit, duke bërë vullnet e Perëndis me zemër, duke shërbyer me dashuri si për Krishtin dhe jo si për njerëzit, duke ditur se gjithsecili qoftë skllav apo I lirë, po të bëj të mirën do të marrësh shpërblimin nga Zoti. Dhe ju zotërinj, bëni po kështu ndaj tyre, duke lënë kërcënimet, duke ditur që I tyre edhe juaj Zot është në qiell dhe se tek ai nuk ka asnjë anësi. Amin. Falenderojmë Zotin për fjalën e Tij, shumë mirë kemi lexuar këtë. Dhe duhet të kuptojmë që sa herë Zoti na jep për të lexuar diçka, pavarësisht se e kemi lexuar dhe do ta lexojmë shumë herë, do të na japë diçka të re. Falenderojmë Zotin. Ajo që Zoti më ka vënë sot në zemër në lidhje me këto është bindjuni në Zotin. Do shikojmë 3-4 gjëra kur thot bindjuni në Zotin. Shpeshherë, për shembull, sidomos kjo çështja kryesore e grave në lidhje me burra, domethënë familja, nuk e themi, nuk I trajtojmë gjërat ashtu sikurse duam, sikurse do Zoti, por ndonjëherë me gabimet me mendjen tonë si na intereson neve. Për shembull, në lidhje me këtë që lexuam, fjala e Zotit, grua thotë që burrat, gratë duhet të nënshtrohen burrave e dëgjove gruan. Sus, duhet të bindesh burrave, duhet më bindesh mua. Dhe që këtu pastaj fillojnë probleme, sepse më pas dëgjojmë edhe tjetrën, pastaj fillon edhe gruaja thot ashtu, po jam unë këtu. I dhe kemë vota mbajtje. Ose lvizë dorën. E fillojnë pastaj probleme në familje, e dini pse ndodh? Sepse nuk janë nisin në Zotin. Çështja lidhja burr-grua, e dini në radhë nuk është puna tek ajo që neve na intereson, është një lidhje dashurie midis burrit dhe gruas, dhe që ta kuptojmë më saktë gjë, e dini se çfarë thot fjala e Zotit. Që nga momenti bile thot që te kopshi i Edenit kur krijoi burrin dhe gruan, mbasi Zoti krijoi njeriu me duart e tij, I dha frymëjete, dhe në një moment siç e lexuam herën e parë, dini se çfarë thot. E pa që për njeriu nuk ishte mirë që të ishte vetëm, domethënë për burrin. Atëherë e vuri Adamin në një gjumë të thellë, mori një nga brinjët e tij, edhe nga jo brinj krijoi gruan. E dini, këtë duhet të kujdes vëllezër e motra, e dini se çfarë thot Adami. Kjo do të quhet grua ose nene të gjithëve, sepse është mish nga mishi im.
Lavdi Zotit. Prandaj arrin edhe një moment këtu, e dini se si thot fjala e Zotit. Kështu burrat duhet i duan gratë e veta, por si trupat e tyre. Kush do gruan e vet, do vetveten, sepse askush nuk urren mishin e vet. Gruaja, domethënë gruaja është tjetër, unë nuk e trajton kështu Zoti. Gruaja është tjetër edhe unë si burr jam tjetër. Janë një mish i vetëm. Bile shikoni se sa thot akoma më thellë për këtë gjë. Askush nuk e urren mishin e vet. Thot në një moment tjetër, duhet i duan gratë e veta, por si trupat e tyre. Kush do gruan e vet, do vetveten. Edhe anasjetas. E kuptoni vëllezër, nuk duhet të kemi frymën e botës janë katanvisur në mos më keq, domethënë pa u martuar ndajen, ose si i themi ne të dielën u martuan edhe të hënën ndajen. Ose më saktë ndahen më përpara para se të martohen. Lavdi Zotit. Por janë një lidhje, edhe të kuptojmë të gjë vëllezër e motra që pas dasmës, fjala e Zotit e trajton si misteri i dasmës. Misteri dhe mbrapa dasmës fshihet Zoti Perëndia vëllezër. E ka krijuar Zoti Perëndia, është një ligj i përjetshëm. Kur themi ligj i përjetshëm, për sa kohë do jetojmë, do na japi Zoti mundësi të jetojmë në këtë tokë, deri në momentin e fundit fare, është një ligj. Burri nuk duhet të ndahet nga gruaja, as gruaja nuk duhet të ndahet nga burri, për asnjë lloj arsye, jep fjala e Zotit vetëm me përjashtim të rastit kurrës. Por ajo që i ndan, e dim shumë mirë të tërë, është vetëm vdekja. Domethënë që në momentin që kur fejon më saktë japim fjalë, e dini jepet fjala përpara Zotit. Si je e bindur për shembull që ti do ta duash burrin tënd dhe asgjë nuk do të ndaj nga burri. Ashtu edhe burri je e bindur për gruan tënde që ke përpara teje tani, edhe nuk do të ndaj asgjë me gruan tënde. E kuptoni, është fjala përpara Zotit. Asnjë vëllezër e motra nuk duhet na hedhin poshtë, domethënë ato gjëra që fillojnë si të themi të vogla, jo pse e the, pse e bëre, pse erdhe vonë, pse e të tjera si këto. Është një lidhje që asgjë nuk duhet ta ndajë. Në radhë të parë është një lidhje dashurie, këtë gjë duhet ta kuptojmë. Mos mendojnë dokush për shembull që në një çift nuk do ketë probleme. Ka edhe do ketë probleme deri në fund. Puna është i zgjidhim. Si e zgjidhim? Me Zotin. Kemi dashurinë në zemrat tona që Zoti ka derdhur në shpirtat dhe në zemrat tona, pavarësisht se ka probleme, burri, gruaja, mes njëri tjetrit, të kalojmë me hirin e Zotit. Kështu duhet vëllezër e motra. Falenderojmë Zotin. Veçse këtu, shikoni se çfarë thot fjala e Zotit, sepse te kjo desha të ndalem. Thot ju gra, nështroni burrave tuaj por si Zoti, sepse burri është kreu i gruas, sikurse edhe Krishti është kreu i kishës dhe ai vetë është shpëtimtari i trupit. Thot nështroni burrave tuaj në Zotin. Çfarë do thot burrave tuaj në Zotin? Ndodh për shembull edhe me botën, edhe ndonjëherë edhe me besimtarët. Domethënë për çdo gjë në mënyrë absolute duhet të nështrohemi burrit. Fjala e Zotit kështu thot, nështrojeni në Zotin. Në ç'kuptim? Për çdo gjë të mirë që të thot burri, amin, deri në fund. Ndërsa kur thot edhe kërkon gjëra që nuk janë sipas vullnetit të Zotit, aty stop. Sepse ka pasur raste të tilla, për shembull, fjala burri kërkon gruas që të vjedhë. Nuk do ta djoj. Burri kërkon gruas të gënjej në një rast apo në një rast tjetër. Nuk duhet ta dëgjoj. Burri mund t'i kërkojë gruas për shembull që të dalin në rrugë, më falni për fjalën. Nuk duhet ta dëgjoj. Falenderojmë Zotin. Prandaj thot binduni burrave tuaj në Zotin. Edhe shumë e rëndësishme kjo vëllezër e motra. Ajo që Zoti krijoi në kopshin e Edenit, thamë është një ligj i përjetshëm, edhe lexova di edhe te Isaia në lidhje me këtë gjë, në Mosgaboj te kapitulli 40, se mbaj më mirë, thot do vi koha që njerëzit do jenë të pak në tokë, domethënë ajo që ka përdodhur më pas në periudhën e Antikrishtit dhe më pas. E dini për cilën arsye? Sepse shkelën beslidhjen time, shkelën urdhërimet e mia, shkelën ligjet e mia, ndryshuan ligjet e mia, ashtu sikur se shikojmë sot. Atë që krijoi Zoti në mënyrë të përsosur familjen, e dini, djalli e urren. Djalli do ta ndryshojë të ligj. Atë që Zoti krijoi burrin
edhe i dha edhe gruan, edhe kjo lidhje t'jetë e pastër dhe e shenjtë, atë lufton djalin. E shikoni se si është ka të ndisur bota sot, me lloj gjërash. Qoftë edhe mënyrën e lidhjes se si e kanë me njëri tjetrin, qoftë me fëmijët se si bëjnë e të tjera si këto. Lavdi Zotit. Prandaj vëllezër e motra ta falenderojmë Zotin që na hap sytë e mendjes për të kuptuar të vërtetën fjalën e Zotit. Thash edhe një herë, nuk është puna që ta interpretojmë fjalën e Zotit siç na pëlqen neve. Është lidhje dashurie edhe prullësie me njëri tjetrin. Thash edhe një herë, do ketë zenka në familje, do ketë zenka. E dini kush fiton? Ai që është i prullur. Ai që është i prullur. Nuk mund të jenë të dy edhe nuk mund të ndodhë vëllezër e motra si besimtar, si të krishterë që jemi, qoftë burri, qoftë gruaja, të zihen atje sa s'mban me, sa shkon keq më keq. Edhe mos ndodh pastaj që ndokush të ngrer dorën kundër gruas për shembull. Lavdi Zotit, mos ndodhin këto gjëra. E dini thotë edhe fjalë e Zotit këtu, Perëndia urren atë që ngret dorën kundër gruas së tij. Lavdi Zotit. Nuk na ka thirrur për këtë Zoti. Ku është shenjtëria jon, ku është paqja jon, ku është dashuria jon që duhet të kemi. Thot këtu ai që urren gruan, urren mishin e vet, urren vetveten. Lavdi Zotit. Falenderojmë Zotin. Dhe thot fjalë e Zotit që në fillim e dini nga e merr apostulli Paul këtë gjë, që te kopshi i Edenit, mbasi mëkatoi Eva dhe Adami, shikoni se çfarë i thot Perëndia te Zanafilla te kapitulli 3 të rreshti 16. Mos hapni që mos vonojmë. Grua si tha, unë do të shumëzoj në mas të madhe vuajtjet e tua dhe barët e tua. Me vuajtje do të lindësh fëmijë. Dëshirat e tua do të drejtojnë ndaj burrit tënd dhe ai do të sundojë mbi ty. Që në fillimet e krijimit, që në kopshin e Edenit. Nga kjo merr shkak edhe apostulli Paul, domethënë që vazhdon fjalë e Perëndis edhe te dhjata e re, që gratë duhet të ushtrojnë burrave të tyre në Zotin. Falenderojmë Zotin. Ka dhe shumë çështje të tjera që ngre, por që ajo që dua të theksoj diçka te letra e Timoteut, mos gaboj. Shikoni se çfarë thot fjalë e Zotit në lidhje me këtë gjë. O te letra e tjetrit. Shikoni se çfarë thot për gratë. Ka raste që burri dhe grua janë besimtar, ka raste nuk janë besimtar. Mund të jetë burri, mund mos jetë gruaja, mund të jetë gruaja, mund mos jetë burri, por çfarë thot fjalë e Zotit? Gjithashtu dhe ju gra nështroni burrave tuaj që edhe se disa nuk i binden fjalës, domethënë gruaja i flet burrit, akoma nuk beson, është në situatë vështirë, thot të fitojnë pa fjalë nga sjellja e grave të tyre. Mënyra se si do sillet gruaja, domethënë me dashuri, e bindur, me prullësi, kujdeset për burrin, kujdeset për fëmijët. Nuk ka lidhje kjo vëllezër e motra që ndokush mund ta trajtojë ndryshe sepse burri është jo besimtar edhe unë do të silem në mënyrë tjetër. Ta duash burrin deri në fund. Lavdi Zotit. Por thot nga mënyra se si do sillet gruaja, do ta fitoj burrin e saj. E shikon që kam një grua të dashur, një grua që mblidhet në shtëpi, një grua që i kushtohet punëve të shtëpisë. Kujdeset për fëmijët e mi, sa herë vi për shembull ushqimin e kam gati, shtëpinë e mban pastër, është tamam gruaja që doja të kisha. Lavdi Zotit. Pavarësisht se mund të ketë ai probleme në lidhje me besimin. Prandaj thot fjalë e Zotit të fitohen pa fjalë nga sjellja e tyre. Dhe fillon pastaj flet për mënyrën e veshjes. Stolisja juaj mos jetë e jashtme. Nuk kërkon Zoti që ti pëlqejmë Zoti me mënyrën domethënë që na pëlqen neve të sillemi përpara Zotit. Thot këtu, jo gëshetimi i flokëve, jo stolisja me armë, as veshja me rroba të shtrenjta. Shpeshherë shikojmë për shembull qoftë burri apo gruaja që të duken më e bukur, të duken më të rreqës,
varse kloriri, varse e tjerë, 1, 2, 3 saden, byzyly këtej, plotu naza këtej. Nuk është kjo mënyra që Zoti kërkon që ti pëlqejë vëllezër e motra. As me rroba që të bëhemi të dallueshëm nga të tjerët, me rroba të shtrenjta, kaq të shtrenjta sa që unë jam ndryshe nga të tjerët. Nuk është frymë e Zotit kjo, është frymë e botës. Lavdi Zotit. Edhe shikoni se çfarë thot Zoti për mënyrën se si duhet të sillemi. Cila gjë i bën përshtypje? Thot por njeriu i fshehur i zemrës me pastërtinë që nuk prishet, të një shpirti të butë dhe të qetë që ka vlerë të madhe përpara Perëndisë. E shikoni vëllezër kush ka vlerë përpara Perëndisë? Një shpirt i pastër, një shpirt i butë, një shpirt i qetë, lavdi Zotit, sepse kështu stolishin dikur gratë e shenjta që shpresonin në Perëndin duke i nështruar burrave të tyre. Dhe shikoni se çfarë bënte Sara, merr fjalë e Zotit shembull Sarën në kohën e Abrahamit, që i bindej Abrahamit duke quajtur Zot, bija të saj ju jeni, nëse bëni mirë dhe nuk trembeni nga ndonjë frikë. Ju burra gjithashtu jetoni me gratë tuaj me urtësi, duke çmuar gruan si një enë delikate, domethënë të brisht, dhe nderoni sepse jeni bashkë trashëgimtar me ju të hirit të jetës, që të mos pengohen lutjet tuaja. E shikoni se sa rëndësishme është. Tregon në një anë mënyrën se si duhet të jetë, cila është bukuria e femrës që Zoti kërkon. Domethënë zemra, shpirti i dashur, i përullur, me paqe, me butësi, nga ana tjetër thotë edhe ju burra, ti doni gratë tuaja me urtësi, duke e çmuar si një enë delikate, si një enë të brisht, jo ta lëndosh, jo ti sjellësh probleme. Kur e dini shumë mirë që puna më e rëndë në të gjithë njerëzit, janë bërë edhe sondazhe plot në lidhje me këtë gjë, e dini kush është, s'është as inxhinieri, as muratori, as ai llaçaxhiu e tjerë, është puna e gruas. Më saktë nëna, pa llogaritën nëse një nënë dhe punon, bën një punë tjetër, sepse nëna nuk ka asnjë orë pushim. Nëna lind fëmijët, i rrit, kujdeset, net pa gjumë, ditën lodhet, pushimin do ta bëj, rroba do t'i laj, do fshi, do kujdeset, edhe shpeshherë, edhe ne burrat bëjmë gabime dhe nuk e çmojmë punën e gruas, më saktë punën e nënës. Sa e madhe është. Edhe aq më tepër pastaj si thot fjalë e Zotit këtu, pastaj edhe ta godasim gruan. Jo me dorë, por edhe me fjalë. Prandaj thot është një enë e brisht, një enë delikate që do pasur shumë kujdes. Edhe ta falenderojmë, edhe t'i japim atë që duhet, nderin, lavdi Zotit, edhe t'i themi të lumshin duart, edhe kujdese për gjëra të tjera, dhe qefit do bërë edhe me një rrobë që të kërkon, që do të blej, një fustan, një bluze, tylla e tjera janë punë të grave, që edhe ajo të kënaqet ashtu sepse ajo e di. Lavdi Zotit. Kush puna vetëm unë jam burri, unë e di, do bësh sa të them unë, do marrësh sa të... Nuk janë kështu gjëra. Nuk janë kështu gjëra. I thon një jetë e tërë burrë e grua. Do dëgjoj tërë jetën tënde gruaja vetëm unë jam, unë e di, vetëm unë do të drejtoj, do bësh çfarë të... Nuk është kështu. Nuk është kështu. Lavdi Zotit. Ti lutemi Zotit që Zotit na japi një mend dhe një zemër të dyve, si thonë edhe burrë dhe grua, të kenë të njëjtën frymë, të njëjtën mendje. Dhe cilën? Mendjen e Zotit. Amin. Vetëm kështu ecën. Kjo është një familje e bekuar që të dy burrë dhe grua mbi kokën e tyre kanë Krishtin. Falenderojmë Zotin. Nuk bëhen ana njerëzore, nuk bëhen këto gjëra, por me Zotin, prandaj dhe Zoti na mëson fjalën e Tij. Thot gjithmonë esni në Zotin. Kreu i të dyve është Krishti dhe nuk ka vëllezër e motra familje më të bekuara që kanë mbi kryen e tyre, që kanë udhërrëfyes, kanë drejtuesin e tyre, vetëm Zotin Jezu Krishtin, Zotin tonë. Aleluja. Falenderojmë Zotin. Më pas thot fjalë e Zotit një diçka flet për misterin e kishës me Krishtin. Prandaj e trajton në këtë mënyrë si lidhja burrë dhe grua duhet jetë e pastër e shenjtë, thot ashtu është edhe ky mister në lidhje me kishën të Krishtit Zotit tonë. Domethënë kisha është nusja e Krishtit. Atë që Zoti bleu në kjo botë është vetëm shpirtrat e atyre që janë të rilindur, që Zoti ka rilindur, që ndjekin Krishtin dhe duan të jetojnë përjetësisht me Zotin. Lavdi Zotit. Dhe thot fjalë e Zotit, nëse mbani mend atje
ku trajton rrëmbimin e kishës, thot dhe do jemi për herë me Zotin dhe nuk do ndahemi më kurrë. Falenderojmë Zotin. Në momenti që Zoti do na marrë lart për mbretërinë e qiellit, vëllezër, nuk kemi për të ndarë më kurrë nga Zoti. Do na japi trupa të paprishëm, të pavdekshëm, ashtu sikur se mori vetë Zoti ynë, dhe do jemi bashkë me ta në mbretërinë e qiellit. Nuk e dim se si do jemi atje. Tani thot na ka quajtur, na dha këtë pushtet që të quhemi bijtë të Perëndisë. Mbasi Zoti na marrë lart në mbretërinë e qiellit, vjen periudha e Antikrishtit. Do jemi bashkë me Zotin këtu, në periudhën e Antikrishtit, jo këtu, domethënë lart në qiell. Pastaj do vi periudha 1000 vjeçare, prap do jemi me Zotin. Do vi momenti i gjyqit të përjet, gjyqit kryesor, domethënë që do bëj Zoti me të gjithë njerëzit, bashkë me Zotin do jemi. Do vi momenti i thot kur do krijoj tokë të re dhe qej të rinj, bashkë me Zotin do jemi. Kur nuk kemi për të ndarë. Prandaj thot ngushëlloni njëri tjetrin me këto fjalë. Lavdi Zotit, janë fjalë të cilën na ngushëllojnë, na mbushin zemrat tona plot me gëzim dhe me shpresë për jetë e përjetshme. Falenderojmë Zotin. Edhe 2-3 gjëra po në lidhje me këtë gjë, kur thot me Zotin. E dyta, ju prindër, thot ti mësoni fëmijët tuaj me disiplinë dhe këshillën e Zotit. Ka probleme në lidhje me këto gjëra, prandaj po I themi çik shpejt brenda kohës, ju prindër ti mësoni dhe këshilloni fëmijët tuaj në Zotin. Çfarë do të thotë ti këshilloni në Zotin? Nuk do të thotë për shembull, fëmijët tani për shembull po flasin, fillon dora, qoftë tu, qoftë në shtëpi. Pse vërtet? Pse thua? Pse nuk bindesh? Pse ikën? Edhe dora pastaj edhe vazhdon. Nuk është kjo disiplinë e Zotit. Mos mendojnë do kush për shembull që unë po qellova fëmijën tim do rregullore. Nuk është saktë kjo. Thotë në mësimin dhe në këshillin e Zotit. Fëmia im qoftë çuna apo gocë, kushdo që tjetë domethënë. Kjo që po bën, e marrim si shembull. Nuk është e mirë. Nuk është fjalë e Zotit. Nuk është vullneti I Zotit. Që këtë tutje mos mendo domethënë se do ta lidhësh fëmijën që do ta sjell në mënyrë të tillë që o të bindet o s'ka. Pse do ta rregullosh ti apo do ta rregullojë fëmijën tim? Aq më tepër e tani që kanë ardhur kohë të vështira, e dini shumë mirë. Edhe një ndër shenjat e kohëve të fundit e dini se cila është. Fëmijët do të jenë të pabindur ndaj prindërve. Edhe kuptoni një gjë që nëse fëmia është I pabindur ndaj prindit, mos llogarisni me as para mësuesit, as mësueses, as njerëzve të tjerë. Është brez I vështirë, është kohë e vështirë, janë kohëra të fundit, edhe fëmijët domethënë janë të vështirë, sepse ndikojnë nga shumë gjëra. Edhe nga koha, edhe nga interneti, nga ato që shikojnë, nga ato që dëgjojnë, shoqëria, por thotë mësojini fëmijët me këshillën e Zotit. Bia ime, biri im, kjo është fjalë e Zotit. Ki kujdes nga bota, ki kujdes nga shoqëria. E kuptoni, kjo është këshilla e Zotit, në disiplinën e Zotit. Mos mendojnë do kush që ne do t'i bëjmë domethënë që t'i kthejmë fëmijët. Zoti do ta bëjë. Me lutje, me argjërime, duke lexuar fjalën e Zotit, edhe po them edhe diçka që është shumë e rëndësishme, sa e rëndësishme është që fëmijët të shikojnë prindit që bien në gjunjë. Që bien në gjunjë, jo fëmijët të shikojnë prindit 1-2 mbajnë telefonin edhe nuk e lëshojnë nga dora. Nëse fëmia më shikon mua që unë tërë ditën e tërë natën nuk heq telefonin nga dora, si do kesh kurajë ti thosh fëmijën, të lutem hiqe telefonin nga dora, se nuk të bën mirë, nuk është mirë për ty. Por nëse na shikon 1-2 bijmë në lutje, ne dy fillojmë dhe lexojmë fjalën e Zotit, e kjo ndikon vëllezër e motra. Zoti do bëj punën e tij dhe do bëj veprën e tij domethënë me fëmijët. Si gjithmonë do t'i japim shembull për fëmijët. Falenderojmë Zotin. Një pyetje që u bë në Zoom para njave, para 2 javësh. Si do t'i mësojmë fëmijët për shembull që të jenë të përulur? Po nuk ishim ne në një pozicion të tillë të përulur. Si të mësohet fëmia? Nëse unë I bërtas gruas time apo gruaja ime më bërtet mua apo fëmijëve, si do bëhet fëmia? E kuptoni se sa të rëndësishme janë këto gjëra.
Sepse vëllezër e motra, nëse nuk sillemi tamam ashtu sikur se do Zoti me frymën e Zotit, mund të na kushtojnë shumë këto gjëra, sepse sot për shembull fëmijët është shumë vështirë që ti mbledhësh. Nëse e lë fëmijën që tiki të përzihet me botën, do na kushtoj shumë, edhe fëmijës, edhe neve, sepse kemi përgjegjësi për fëmijët tanë. Thot, mos gabojte te Malakia, te libri i profetit Malakia, ta Zoti na dha fëmijë që të lërë pasardhës, edhe këta pasardhës të jenë në Zotin. Jo lindëm, lavdi Zotit, u rritën, lëri me shoqërinë e botës, edhe të përzihen edhe le të humbasin. Nuk kërkon këtë gjë Zoti na neve edhe në lidhje me fëmijët tanë. E treta, ju fëmijë, binduni prindërve tuaj në Zotin. Ju fëmijë, binduni prindërve tuaj në Zotin, sepse thot, është urdhërim nga Zoti, ta duash baban dhe nënën tënde që të kesh jetë gjatë në këtë tokë, edhe ti jesh i bekuar në Zotin. Edhe fëmijët duhet të mësojnë që të jenë të bindur. E dini si shembull gjithmonë marrim Krishtin vëllezër, dini edhe vetë Krishti kur dëshmon, thot, unë nuk them fjalë nga vetja ime, por dëgjoj atin tim, ato çfarë më thot ati, ato them. Edhe ju bind deri në fund. Edhe thot fjalë e Zotit i bindur deri në vdekje të kryqit. Për cilën arsye? Që të bëj vullnetin e Atit Perëndis. Cili ishte vullneti i Atit Perëndis? Që të shpëtoj njeriu mëkatar. Aleluja. Që të shpëtoj ty, mua dhe të gjithë njerëzit, edhe mundësisht të gjithë t'i arrijnë njohjes së të vërtetës dhe të shpëtohen. Falenderojmë Zotin. Dhe një e katërt, që mos u marr shumë kohë, edhe ju të tërë punojnë në puna të ndryshme, si shërbëtor, thot bindjuni zotrinve tuaj në Zotin. Bëri një motor, bëri një pyetje të tillë. Çfarë do të thotë ti bindemi pronarëve tan për çdo gjë, në çdo gjë? Nuk thot fjalë e Zotit në çdo gjë për çdo gjë. Sepse edhe këtu ka probleme në lidhje me këtë çështje. Pronari që pronari i punës, i kompanisë, i ndërmarrjes e tjera si ta. I bindemi për punën, i bindemi për orarin, mund të jetë orari i shkurtër, mund të jetë orari i gjatë, mund të kërkoj që të zgjatet orari, duhet i bindemi, mund të vonohet rroga, pagesa të tjera si këto duhet i bindemi, por nëse kërkon gjëra që nuk janë sipas vullnetit të Zotit, nuk duhet i bindemi. E kuptoni? Mund të kërkoj bie fjala që të gënjesh, nuk duhet i bindesh. Mund të kërkoj për shembull si sekretare që mund të ketë dhënë, si menaxhuese që mund të ketë dhënë, mund të thojë që llogarin për shembull këtu, sasinë e lekëve për shembull që janë harxuar në kompani, neve e kemi 2 milion, por ti do të nënshkruash 4 milion, 5 milion, nuk do ta bësh. Nuk do gënjesh. Nuk do mashtrosh. Mund të kërkoj diçka tjetër të keqe, nuk do t'i bindesh. Mund të kërkoj dhe të provokoj si femër që je, nuk do t'i bindesh. Edhe gjëja më e mirë mbas kësaj është që të largohesh. Sepse të ka vënë në shënjesa. E kuptoni, motrat e dashura se ç'a bëhet. Domethënë në të katra këto raste, kështu thot fjala e Zotit. Gjithmonë të bindemi në Zotin, falenderojmë Zotin. Edhe zotrinjve jep këtë urdhëresë fjalë e Zotit. Edhe ju zotrinj, mos harroni që edhe për juve është një Zot në qiell. Lavdi Zotit. Edhe puna që ne duhet të bëjmë si shërbëtor, thotë të punojmë ashtu me pastërtinë e zemrës, me një shpirt të pastër, jo me t'ia hedhur pronarit. Kur është pronari unë e bëj mirë punën, dhe kur nuk është pronari e bëj ashtu shkelë shko. Çdo gjë që ta bëjmë vëllezër e motra, ta bëjmë si për Zotin. Ne nuk kemi frikë nga njerëzit. E besojmë që Zoti është pranesh, kudo ku jemi, kudo ku punojmë, kudo që jetojmë, na shikon edhe nuk duhet të punojmë padrejtisht. Me qëllim që në këtë mënyrë të duket Zoti ndër ne dhe gjithmonë lavdin t'japim Zotit. Amin.